Hej, miq! Ja ku erdhëm. Episodi 6 Okult Sports. Me Krisi si Atlarin dhe unë Ervin Baku. Amo Krisi. Përshëndetje Vinicie, si kalove? Kam qenë mirë Krisi me Dukesh bursit. mos ke bërë ndonjë lëvizje dje nga bëjmë. ndeshja në stadium se Me siguri po. No. apo me festën në Andorra, mos e ke Jo, tepruar. nuk ishim në Andorra, po. Po, tifozlik mund të bësh edhe nga Tirana? Një javë historike Kristi. Po, patjetër që po. Për herë të parë në play-offin e botërorit. Do të thënë java. Bravo Silvinjos. Bravo Sepse Silvinjos. e kemi kritikuar, por Bravo Silvinjos sot edhe bravo Fodos. e di pse them, po, patjetër që po. Sepse është një Për shumë ishe përmend edhe Jo, pjesën e Kosovës është që në hyrje. është një javë historike e futbollit shqiptar që lë pas futbollin serb, futbollin grek dhe futbollin sloven. E vërtetë është. S'është pak. Nëse para disa vitesh ne nuk e konceptonin dot që të merrim një fitore, ndoshta mund të merrim një fitore, por jo të përfundonim grupin si për tyre. Ndërkohë sot që flasim ne jemi si për tyre. Për herë të dytë i mundëm në Beograd kundër dhunës barbare, i mundëm dhe në fush dhe unë uroj që na bi gjithmonë me Serbinë, se sa herë të na bi me Serbinë gjithmonë do t'i mundim. E vërtetë është. Po, të kthehemi pak që nga fitoria në Andorra, e cila ishte ajo që vulosi kualifikimin, dhe më pas ndeshja me Anglinë që ishte një fest, por mua më lashi të mirë, me thënë drejtën. Po. Më lashi të mirë, luajtën gjithë çunat kanë luajtur, po them si të barabartë përtej mundësive. Kanë bërë një 70 minutësh, kanë qenë fantastik fare. Ishte një ndeshje për kartoline, kupton, sepse nuk është se Doktor, mund të vendosësh një foto të kombëtares në plan që nuk është se Anglia vjen gjithmonë. Dhe është ndeshja më e shtrenjtë në historinë e Shqipërisë, sepse Federata Shqiptare e Futbollit arkëtoi 1.7 milion euro. Ajo nuk është se bashkë këto shifrat shumë, nuk se i besoj shumë. Jo, ishte stadium. Po kush nxori zyrtare dikush? Po jo, po. Po kush? Po mirë, bëhen për llogaritje bëhen. Për llogaritja me mend? Po. Jo, me mend edhe me sektorët e biletave. Ndoshta edhe mund të jetë. Po mirë, jo. Shko, nëse më dole këtu, do të them që kjo ishte ndeshja e tretë me më shumë tifoz në kombëtare shqiptare, në stadiumin e Albania. Po. E dyta është ajo me Italinë, miqësorja e nëntorit, para mos gaboj 3 vitesh, në 2022-shin, ndeshja e fundit e Edi Reyes. Parmbrëm ishin 21.459. Po. Është ndeshja me Italinë e dyta, ndërsa e para është ndeshja me Francën? Jo, me Poloninë. Me Poloninë? 2021-shin, që ishim për të luajtur për vendin e dytë, që unë poshtëm 1-0 në Albania, dhe ajo ka qenë ndeshja që mban zyrtarisht rekordin si ndeshja me më shumë tifoz e luajtur ndonjëherë. Pastaj, jo zyrtarisht, në atë ndeshje flitet që kanë qenë diku te 27 deri 28.000 tifozë. Beson ti këtë? Po. E besoj, di pse besoj. Kapaciteti është diku te 22.000. Po janë futur aty, dëgjoj. Kur ka ardhur Albano me Romina Power në 89-ën, që kanë bërë një koncert në stadiumin Qemal Stafa, jo vetëm që karshia ishte full, plot, dhe ishin patjetër 2 persona në një stol, kështu që besoj këtë. Po bëj çudi sepse mbaj mend që dhe atëherë është ka qenë histerike për ndeshjen e parë në kundër Francës. Po, normalisht. Kjo është 21.459 të pranishëm. E përmendim edhe një herë, është ndeshja e tretë zyrtare pas ndeshjes miqësore me Italinë. Po ka lezet shumë. Dhe me Poloninë, ajo për shkak me Poloninë ishte pak situatë kështu, ne ishim gjysa e ekipit me mungesa, Covid, kryesisht ishte post pandemi dhe nëse ajo ndeshje interpretohej pak më mirë. Ne patëm një rast vetëm me Brojën aty në fund. Po, Broja është shponezë. Po, ishte ato çështje pse s'luan Broja këto me. Dgjoj, ka lezet stadiumi kështu. Po, patjetër që po. Nuk e di. Ka lezet, por ti mungon ajo që është mbi tort, vini, që janë tifozët kuqezi. Po, e gjete. Po. Dhe këtu e kuptojmë se sa të privilegjuar jemi, lavdi Zotit, që bëjmë këtë profesion të mrekullueshëm. Po, e vërtetë është. Tani unë do të ndalem pak tek Armando Broja, po, i cili
dashur pra dashur, ka marrë vëmendje normalisht. Është një lojtar që shet, që tërheq vëmendjen e tifozëve, tifozët e duan, i bën për vete, qoftë edhe me një shpërthim me 1 minutë. Po. Broja nuk ka pasur një javë, nëse për kombëtarin ka qenë një javë historike, për Brojën ka qenë një javë Maxi, po them, ose mund të teproj pak me këtë pjesën e Maxit, por ne pam gjithë ato shpërthimet në emocionale pas ndeshjes me Andorrën. Po ishte si një, për lotja unë e shikoj si një, domethënë si një që ishte i ngarkuar shumë edhe domethënë. Po, e vërtet, edhe shpërtheu mbas ndeshjes. Ndërkohë ndeshjen me Anglinë ai u preferua ta niste nga stoli dhe më pas u aktivizua në pjesën e dytë, ku për fatin e keq edhe u dëmtua. Këto dëmtimet po i bën edhe pak ke parasysh se ai nuk po ecën fare, kur si shpjegoj. Në çdo anë, te ekipi nuk po luan, dëmtime po. Fati do jetë kundër, nuk e di, ai duhet se mosha jetën aty. Po. Do thënë koha nuk ndalon, vetëm që nuk ndalon është koha. Kemi dhe videon. Shko, kjo është një rast, tash para se të vim te dëmtimi, këtu jemi te një rast që ky është një lojtar më të mirë në botë, Jude Bellingham, i Real Madridit. Po. Dhe do ta shohim pak në pamje tani si çfarë ikje i bën Broja këtij. Duket vidi që është lojtar i nivelit të lartë. Patjetër. Po nuk është në ritëm kështu. Po. Këtu ai është ndryshuar me karton të verdh, faul. Pastaj kemi edhe videon tjetër drejtor ku është pjesa e dëmtimit që dhe stadiumi ti ishe vetë prezent, e pesi si bërtisë stadiumi broja. Sepse të gjithë e duan, dashur pa dashur ai na ka bërë për vete me ato golat, me ato shpërthime, me ato lojë e bukur. Është Benjamini i tifozërisë shqiptare, kupton, prandaj. Ja, kjo është një foto ku dhe kjo është një foto simbolike. Ke video ndërtor mbas saj. Është një foto simbolike Krisi që si thuash jep një përmbledhje të asaj që po ndodh me këtë në gjithë atë, ha, domethënë po fiks. Për dëmtimin. Do të them që është një ndrydhje lehtë, nuk fatmirësisht nuk ka asgjë serioze. Po. Këtu është momenti kur Broja dhe Harry Kane aty. Broja dëmtohet dhe ka shkelur keq. Dhe është edhe dytë që kjo i ndodh këtij lojtari. Ka shkelur keq. Po, mbaj mend me Evertonin, Premier League para disa muajsh, ai ka shkelur keq dhe ka ndrydhur kavilën dhe ajo kyçin e këmbës më saktë. Ajo i kushtoi diku te 2-3 muaj mungesë. Ndërkohë, po njëjta gjë në fush, po në Erol Benja ka shkelur dhe ka një ndrydhje në kyçin e këmbës të djathtë të radh, ku besohet që mund ta mbaj maksimumi 1 muaj jashtë fushave. Është diçka e lehtë, nuk është se është nuk është si hera parë. Jo, si hera parë, është shumë më e lehtë. E rëndësishme është që do ta kemi në Po, do ta kemi, patjetër që do ta kemi. Në play-off. Po, patjetër që do ta kemi në play-off. Pastaj për të rikthyer pak te ajo pjesa e prapaskenave, këto pikantet e ndeshjes. Kemi kapur disa momente të bukur, domethënë kemi një tifoz anglez i cili ajo kënaq tu pa. Po pse paragjikon ai mund të ishte te bira e 20. Sa? Po ndoshta. Pash në rrjetet sociale që ishin mrekulluar këta tifozët anglez nga çmimi i birave në Tiranë. Normal, ato të gjitha në Gjorim dhe ca ditë në Shqipëri. Ja, vetë ta vendos drejtoria të foton që shive. I madh fare. Po shko, Gota nuk lëviz. Ja. E ka siguruar Gotën? Me gjuhë aty do. Po, e mban aty. I ka vënë ripin e sigurimit Gotës? Po. Dhe për shefin e tij domethënë, po shijon ndeshje, siç duket. Pastaj kemi dhe një foto tjetër ku shihet Harry Kane dhe nga mbrapa një tifoz shqiptar, ky ishte ndoshta nga momentet më kështu më pikant është ajo fotoja me Kane drejtor. Dhe mbrapa një tifoz që i vogël që shprehet. Ky është absolutisht fotografi më i mirë shqiptar, është fantastik. E kam mik Armando Babani. Ka kapur një super foto. Po, është fenomenal. Zakonisht këto share ndodhin në Premier League, në Angli, drejtohem kështu. Në Shqipëri s'para i kemi me duke nxjerr gishtat, ë? Në Shqipëri ne shprehemi kështu, shajm, ofendojmë i vogël vetëm me fjalor, po me gjeste. I vogël. Don Po do e bukur. Dhe shiko, don shive sa ka ajo foto. Ka shënuar golin. Po, shiko. Golin e parë. Po.
ka 2 fëmijë tjerë që e admiroj, ajo vajza aty do një foto, bravo man babani. Po, ecim. Tani, kemi dhe këta mbyllur këto momentet, kështu një video të Laçit, me Bellingham, po. Cilën unë e kam postuar dhe në rrjetet sociale, është një përplasje dhe ku duket ajo kocka e fortë e këtyre lojtarëve të Dibrës. Po, kemi, po. Të Po Dibrës. të shohësh tu. Përplasje trup me trup dhe ndërkohë Laçi rezulton me një fortë sa Bellingham. Është dhe i fortë ushqimi tash. Mor. Ushqimi dëner aty në Turqi është i vërtet, nuk është këto dëner ata. Është vërtet. Laçi një lojtar me shumë grind, me shumë grind, është i domosdoshëm. Shumë e vështirë të lëvizësh nga formacioni. I domosdoshëm, do në shpirtin e garës që ka ky lojtar, do në është nota 10. Kjo tresha e mes fushës Aslani, Shehu dhe Laçi, nëse për dy të parat mund të mos kemi dilema që janë titullar dhe shumë e vështirë të lëviz dikush. Laçi është ai që mund të ketë pak pozitat e lëkundura për pjesën e formacionit, por e the ti që ai është i domosdoshëm dhe duhet sidomos në këto ndeshje me ekipe të ashpra të mëdha. Ti sqarojmë ndjekësit tanë që Mitaj dhe Shehu u dërguan në tribunë sepse rrezikonin një karton verdh dhe shumë mirë e bëri. Ndërkohë edhe Ajeti dhe Manaj që nuk luajtën, ishin në stok, dhe i vetmi që luajti ishte Bajrami, dhe unë isha me... Rezikoj pak Silvinjo me Bajrami. Po pra... Ja dhash si shansin që, shiko, unë po të fus, po kujdes. Po, unë isha... E pasha edhe si çështje, ishte edhe në test. Unë isha me... Shumë kisha Yasir Hasani, mund të luante shumë mirë. Po pra, unë isha me frikë në zemër, sepse ne nuk kemi luksin të na mungoj një lojtar në 26 mars në play-off. Për shembull, një nga pikat që unë mund ta gjej një kritik për Silvinjon, për pas fakti që ai ka rezultuar të suksesshëm në këto kualifikuese, ishte pse luajti Bajrami dhe jo Hasani. Po. Bajrami rrezikonte kartonin e verdh. Hasani e kishte në stol. Winger i majt, i djathtë, më fal, ynda me të majtën, kështu që nuk kam përshtypjen tash ka ardhur koha të futet Hasani, sepse e kanë harruar ato golet e Hasanit, tash e kupton? Ku të futet? Në formacion, të la bëjt ca golet atje. Po dhe në formacion, ai të marrë të pak në një minutë? Po pra. Ti po thua formacion. Ai s'po luan si minutë. Ore, të paktën të luajnë çarekore. Një çarekore, po. Ti po thua të luajë formacion. Sa formacioni është ai? E kanë harruar, Kristi e kanë harruar. Imagjinoni ta futi ai një gol kështu alla. Po dije, për shembull, kisha një kështu parandje që po të futej Hasani ndoshta. Unë doja ta shikoja dje brojën në qendër të sulmit. S'mu plotësua dëshira. Në qendër? Po. Është pak, ne kemi diskutuar me këta specialistët. Po. Përpara dhe është pak shumë e vështirë për brojën dhe për ekipin për momentin që të luaj ai si qendër sulmues, sepse me janojt Manaj dhe Manaj ne kuptojmë që është një lojtar goli që nuk luan në zonë. Manaj dje, po them. Po, dakor. Për pardje, Shko, çdo zgjedhje e Silvinjos është e diskutueshme. Dgjoj, tash ti asnjë lloj zgjedhjes nuk e vën dot me shpatha pas murit sepse rezultatet janë me të dhe na e po, është vërtet. Deri në mars ai ka të drejtë. Pastaj në mars është punë tjetër, sepse do ndalemi pak edhe ajo çështja që kemi Kosova apo Shqipëria? Kosova apo Shqipëria? Unë them Shqipëria. Ti thua Shqipëria. Unë them Shqipëria me... Ty të pëlqen Kosova kam përshtypjen. Jo, patjetër Kosova më pëlqen shumë, po unë them Shqipëria me shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë Veriut, Luginës Preshevës. Ti do një Shqipëri të madhe? S'dua Shqipëri të madhe, dua Shqipëri natyrale. Dhe do vi dita dhe ne do ta arrijmë. Tani pas të shkojmë asaj? Po. Çështja sot është kush ekip ose më fal, cili ekip është më i fortë? Kosova e Fodës apo Shqipëria e Silvinjos? Po deri tani shikojmë, deri tani ato dy janë play-off. Po ne kemi dy europian, ti thua për Kosovën e Fodës. Po. Testi është 26 marsi. Po cila ka performancë më të mirë sipas teje në këto grup? Kosova kishte grup më të vështirë dhe Suedi, Sloveni dhe Zvicër. Se po shikonim bashk. Po mirë, ç'a bën ajo Suedia kështu?
Kosova e mundi brenda jashtë. Po. Zvicra e mundi brenda jashtë pastër. Po ato është ai Isak edhe ai tjetri. Gjokeres i Po. Arsenalit. Sa Po. ato vetëm ato bëjnë sa gjithë grupi atje. Pikërisht, pra prandaj po them që Kosova mendimi im personal. Po, Ne kemi ekip më të mirë. Por Kosova po, ka një lojë më të bukur. lojë më të bukur. Dhe rezultatet që ka marrë Kosova flasin vetë. Ka mundur ekipe më të forta, për momentin Suedia që ti. Dhe Slovenia janë më të forta se Serbia. Po. Kështu që. Sidomos kjo Po, Serbia gjithsesi, aktuale. është e diskutueshme sepse mos bëjmë edhe ne atë përçarjen kështu, Gjithsesi. mos bëjmë atë përçarjen kështu. Jo. Gjithmonë secili ka mendimin, nëse Gjithsesi. dëshira jonë do ishte që të kishim një ekip, që do ta kishim Ore ne do Grant, imagjino të kishim një ekip të dëshira jonë është ta kishim kombëtarë si Brazili, me që kemi trajner brazilian. Po ajo që do mbahet mend pastaj nesër pas nesër mbas X vitesh do jenë rezultatet. Ku ke shkuar, çfarë ke arritur? marrin vetëm një pikë, anën teknike. Kush ekip është më i fortë? Nëse kush shkon në botëror? Kosova apo Shqipëria? Normalisht kjo varet edhe nga shorti, sepse dikush mund të ketë një short më të lehtë, dikush një short më të vështirë. Por sot që flasim, nëse ne mund të përballeshim me Kosovën në finale, sepse për ta theksuar në gjysmën finale ne nuk përballemi dot me Kosovën. Jo. Ne do të përballemi me një ekip të vazhës së dytë. Po. Kështu që Kosova është në vazhën e tretë, ndoshta në finale, nëse Kosova e kalon gjysmën finalen e parë dhe ne e kalojmë, atëherë shorti mund të na vinte përballë Kosovës. Unë nuk e dua këtë ndeshje. Asu nuk e dua, thjesht ne diskutojmë që cili është ekipi më i E mirë. mira, mes gjitha të qijave të kësaj përballje është që e mira është që një ekip shqiptar do shkojë në botror. Nëse kot po them tani, po bëja një krahasim kështu të shpejt. Portieri për shembull Strakosha, jo, është besoj më lart se sa Muric mendimi im personal. Strakosha ka ardhur zjarr. Shumë zjarr, është dje ka bërë partije, kurse desha ka bërë 2 pritje. Fantastik. Tjetra. Po. Në mbrojtje mendoj që ne jemi pak më mirë. E di pse? Sepse nëse ata kanë Rahmanin, që është normalisht me eksperiencë, ne kemi Gjimshitin. Ndoshta këtu mund të jemi baraz ose ndoshta mund të jetë Rahmanin pak më lart, po them. Jo, njësoj. Mendim, kështu është. Po mirë, do lunim me Rahmanin dhe Gjimshitin. Po, jo, mos më kalo aty, po themi, po i krahasoj. Okej. Ndërkohë, mbrojtësat e tjerë të Delova apo të Kosovës, me gjithë respektin, në krahasim me Ysajn, me Mitajn dhe me Ajitin apo Ismailin, janë më të pak kuotuar, janë më poshtë. Kështu që basta mes fusha, Aslani, kemi 2 qendrat mira, Lansheu Aslani, të cilët kanë shumë cilësi në krahasim me atë Kosovës. Eksakt. Ndoshta përpara pastaj është pak e diskutueshme që Kosova mund të ketë një element më cilësor si Zhegrova që po luan te Juventusi, por dhe ne kemi broje, pavarësisht se për momentin është në situatë keqe. Nëse ky momenti ka shumë që. Pastaj kemi ata foto drejtor të atyre lojtarëve të Kosovës, do të përmend lojtarin e momentit. Ai Muslia. Është Fisnik Aslani. Fisnik Aslani, po dhe Muslia. Edhe Muslia. Po patjetër, Fisnik Aslani është një lojtar i cili luan Bundesliga me Hoffenheimin dhe është lojtari i momentit që po lënë ije si Zhegrovën, si Rashicën, si të gjithë aty. Nëse Zhegrova, ky është pastaj Aslani drejtor. Kemi Aslan për Aslan. Na nxjerr Aslanin vllajën tjetër tonin. Fisnik. Jo, ishte okay, ishte në foto. Zhegrova nuk ka ardhur akoma. Ja. Numri 11. Po drejtor këtë drejtit, Aslan për Aslani. Çfarë lojtari? Po dhe mu pëlqen shumë dhe ai Muslia. Po. Pastaj Muriqi Pirati është. Mbetet një pyk që ne për momentin kemi Manajn, po e kemi me nuk e di. Është çështje, Manajn mund ta kishte menaxhuar më mirë vetëm se nëse flasim për Muriqin në La Liga, Manajn ka zgjedhur pjesën e lekëve përpara karrierës. Nuk ka punë menaxhimi, unë po them që si s'ka më Manajn luan në Emirate tani. Ai luan në La Liga. Po dakor. Manajn ka pasur mundësinë që nga Turqia, me gjithë atë performancë aty nga Sivaspori, me gjithë ato gola mund të luante në Serie A. Në Serie A, po. Mund të luante në La Liga. Po. Ku ka qenë? Flitet për Uzunin në Serie A. Që mund të rikthehet. E shoh të vështirë, nuk e di. Është vështirë. Ata aty e duan shumë aty në Amerikë, nuk besoj ta lëshojnë. Ki besim te ai menaxheri i Uzunit, është i fortë. Ore ba, çfarë nuk ndodh, mund të kthehej se Uzuni 30 vjeç është. Po. Në formë është, ne e pamë edhe ndonjëherë edhe kemi parë në Amerikë. Mund të kthehej, nuk është ndonjë çudi e madhe, po për mendimin tim ai sa ka shkuar aty, as s'ka bër vitin, kështu që ndoshta për merkaton e verës mund të jetë një opsion. Po. Për të rikthyer. Po. Flitej Kaljari me Qarallafi. Po. Tani
Kalojmë çikte vazot e kundërshtarët e play-offit? Po, jo pse, po këtë Kosovën apo Shqipërinë Ta ndajmë sot kush është më e mirë. po, se kemi video apo jo? Kemi ke bërë një intervistë apo jo? Po, patjetër që po. U ta ndikim. Është një personazh Me shkrimtarin po me shkrimtarin Ben Blushi. e momentit. Po, shkrimtarin e momentit. I ka hyrë dhe Beni futbollit është. Beni është tifoz i Liverpoolit, më sa kuptova. Liverpoolit? Po, i Liverpoolit, vetëm atë tha shoh televizor, shoh ndeshjen dhe e rastisa. Në fakt shkova për të marrë librin e tij te panairi i librit. Dhe pata mundësinë që ai pranoi me kënaqësi 1 minutë e gjysmë për Okult Sportin të më jepte një prononcim të shkurtër në lidhje, sepse dëgjova në intervistën që ka bërë së fundmi me moderatoren Osmani që kombëtari i Kosovës është shprehur Beni ka ekip më të mirë. I thej që është Okulti i Fred Sakos. Po. Po, ta ndjekim drejtor? Libri juaj titullohet Jam musliman, po sot në kombëtarin e Shqipërisë janë 6 krishterë informacion dhe 5 musliman. Si e kam thënë? Po çon që ka kjo? Që është kështu. Kombëtari përfaqëson gjithë Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët, kështu që është nuk ka dallim etnik, fetar, racor, gjeografik, absolutisht krajinor fare. Të dyja janë në play-off, si Kosova si Shqipëria. Ku do shkojnë në botëror? Jam i sigurt që njëra do shkojë, po shpresoj të shkojnë të dyja. Ka pëlqyer festa pa parë, ndoshta, festa më e bukur që mund të bërë në 30 vitet e fundit. Nëse ka ndodhur, Po dëgjova në deklaratën tuaj në intervista me Arban Osmanin ku shpreh që kombëtari i Kosovës, në fakt kombëtari, përfaqësuesi se nuk kombëtari, është më e mirë vitet e fundit. Po mendoj që ata kanë pas futboll më të mirë vitet e fundit, futbollistë pak më spikatur se tarët. Nuk duhet bëj kështu dallimesh, po futbollistët e Kosovës e kanë furnizuar shumë mirë kombëtarin e Shqipërisë. Edhe ka qenë pjesë integrale e kësaj kombëtare, që unë e quaj në fakt kombëtare e kombit. Kombëtare përfaqësuese e Shqipërisë, kombëtare e kombit. Ajo e Kosovës një shteti pak më të vogël. Shpresoj që një ditë shpresoj shumë fluid. Një ditë kemi një kombëtare. Kemi një vend, një kombëtare edhe një shtet. E fundit, Anglia është piku futbollit, po mund të shpikim një fitore sot? Anglia ka kampionatin më të mirë në botë, por nuk ka kombëtare më të mirë në botë. Kështu që kemi shans. Okej, faleminderit shumë. Interesant Beni. Po, do. Ka drejt aty, megjithëse ka drejtë pjesa që ata kanë bërë një progres më të mirë se sa ne. Ai ashtu si unë dëshiron një kombëtare. Ja, te kjo pjesë. Që do jetë për mua do jetë një kombëtare që jo vetëm nuk do të diskutoj asnjë pjesëmarrje në europian dhe në botror, po do jetë një konkurrent shumë e denjë për të gjitha. Pastaj ke pjesa fundit, dëgjoj. Nuk jam dakord me atë kur thotë ai është fakt që ka furnizuar. Po ata janë shqiptar, kështu që si mos furnizonin Shqipërinë. Ndoshta këtë vit me këtë grup të fortë që ajo doli në play-off, ndoshta këtë vit po kanë një kombëtare më të fortë, por to vitet e fundit jo, sepse ne shkuam në Europian. Nuk e besoj. Mendimi im është që ne jemi kombëtarja më e fortë në momentin. Jemi, ndoshta ata mund të thash, mund të luajmë bukur, mund të jenë më surprizues, ndoshta një ndeshje edhe mund të fitojnë ndaj një ekipi të madh, që ne vështirë ta bëjmë. Por kur të marrësh të përgjithshmen, nëse futemi në një, po them, garë apo fushat kualifikuese, ne kemi më shumë stabilitet. Sepse kemi treguar që nga europiani, po vim tani jemi në play-off botërori. Me ulje ngritje, po gjithsesi jemi aty. Kosova luan bukur, e thash, nuk e moj dot. Por ka momente që dalën të oscilacionit në ato pasigurit. Nëse do presim muajin mars, do presim shortin që hidhet pas nesër, të njëjtën në 20 nëntor, edhe do shikojmë. Po, do të shohim pak vazat, drejtor, vazat e ekipeve që ne kemi si kundërshtar të mundshëm. Po. Për datën e parë që është 26 mars, luhet në transfer. Është sigurt që luhet në transfer. Tani kjo është provizore, vini për ta sqaruar, sepse do të luhen ndeshje edhe sot. Po, luhen ndeshje edhe sot. Dhe me shumë mundësi do jetë Irlanda aty ke dyshi. Gjithçka varet nga ndeshja Wales-Maqedoni e veriut. Po. Ndërkohë këtu është Walesi në vazën e dytë, sepse projekcioni është bërë që Walesi të fitojë, sepse luan në shtëpi dhe të kalojnë në vazën e dytë. Por nëse Walesi nuk fiton, atëre Irlanda, që është me ne, kalon në vazën e dytë. Dhe Maqedonia.
që hyn në Po, hyn në bazën e tretë. hyn direkt në vend dytë dhe hyn direkt në Po. vendin e tretë. Po, kështu që kundërshtarët tonë të mundshëm janë Çekia, Slovakia, Skocia dhe një mes Irlandës dhe Walesit. Për të qenë të saktë. Po. Ti marrësh për shpejt nga një Po. koment për këto për secilën? Po. Nise ti, hajde. Unë dua Çekin. Çekin, Po. e bukur Praga. E dua Çekin sepse Në Prag një kemi humbur, një kemi marrë të pikën e vlefshme. po kemi Kemi fituar. Kemi marrë atë pikën atëherë kur duhej në vendin e dur 1-1. Shko në Prag kemi një fitore ne me Ukrainën. Po. Luajtëm në Ligën e Kombeve. Po. Nga që bëjnë në fush seancë fituam 1-2. Kurse këto i shikoj të dëgjoj. Ideja është që prej kohësh kombëtarja jon e ka flakur atë mentalitetin e humsit, ka mentalitet fitues. Kështu që kushdo që të bi, unë vetëm atë Skocin kam frikë shumë. Shko, këto Skocia dhe Irlanda janë Irlandën jo aq shumë, po Skocin e kam. ka një futboll të ngjashëm atë futbollin britanik dhe e kanë pak si të ashpër. Nuk kanë cilësi të anglisë normalisht, por janë pak të ashpër, më pak Walesin. Unë po them që ajo dëshira ime do ishte Wales. Walesi. Wales sepse ka një ekip më pak cilësor. Imagjino ti që deri në minutë 80 Po. ishte Hungaria në playoff. Po. Kryesonte 2-1. Irlanda barazoi 2-2 dhe minutë 90 plus 6 2-3. Ato s'dorëzohen. Ndeshje çmendur është. Ato s'dorëzohen kur. Besoj që ta kishim shumë vështirë me Irlandën dhe me Skocinë. Jam dakord me ty. Plus që Skocia ka shumë lojtarë që luajnë në Premier League. Po, as Slovaki nuk e dua, sepse është Slovaki me thënë drejtë nuk është se e njoh shumë si ekip, nuk është se ka ndonjë lojtar, nuk e di, mban ndonjë lojtar slovak ti tani. Ka lojtar mesatar me të drejtën. Atëherë duhet evituar Irlanda dhe Skocia. Po, dëshira jonë do jetë Walesi. për mendimin tim Ti Walesi, unë Çekia. Walesi, pastaj Slovakia, pastaj Çekia. Dy të fundit janë Skocia me Irlandën. Kundërshtarin ton të arshëm do ta dekortikojmë Pastaj kemi në episodin e 7. Po, e vërtet. Pastaj janë edhe këto ekipet e tjera, sepse nëse ne kalojmë fazën e parë, gjysmë finale, po, kemi fazën finale e cila luhet pak pas 5 ditësh, po 26-31. 31. Ja është aty, domethënë 5 ditë, 2 ndeshje, shkon botëror, pret biletën për në Po. Amerikë. Po. Kështu që aty pastaj është një ekip pak më Me 31 presim biletën për botror me datë 2 prill, jo me 1, është dita gënjeshtra, me datë 2 prill duhet me prej ne biletën për Amerikë. Rezervojmë, projektojmë. Vërtet. Shko. Ha, Faza finale pastaj, ndeshja finale më saktë, është zjarr. është zjarr dhe është një ekip më i vështirë në letër ose më koeficient. Mund bi një Pastaj ekip i në lehtë. fush, por mund të bie edhe Italia. Se Italia në këtë gjendje që është Italia, Italia duhet kaloj. po e ka hequr Suedia, Po pra. Maqedonia e Veriut. Po pra po. Ta bëjmë dhe ne, ta ishim dhe ne pastaj të filloj të marr pjesë në botëror. E ti bëj 3 herë. Italinë e mundim këtu tani? Patjetër. Po Sa quaj këtu? Po, unë janë hapur pak këto rriti në Itali për shembull kur iku Spalletti tash Gattuso, filluan me Gattuso, nuk kishin fare shpresë që Gattuso do bënte diçka. Me thënë drejtën sepse përveç faktin pasur një trajner si Spalletti, refuzimin e Gasperinit që i bëri kombëtares, gaboj ishte edhe Allegri deri diku, pastaj mori Milan e mbylli, dhe ata përfunduan te Gattuso. Me gjithë respektin, ka trajner shumë herë më të lartë, nivelit më të lartë, para sa ishte Gattuso. Kështu që besoj Italia do ishte përpos emrit të madh që ka normalisht. E ka humbur atë nuhatjen e botërorëve. Nuk e di, unë them që ne në Francë themi s'ka 2 pa 3, kështu që Italia nuk shkon në botëror për herë 3 radhazi. Italia do të kalojë ndeshjen e parë një. Ekipet e tjera që janë në play-off janë Ukraina, Turqia, Polonia, Bosnia, Italia e thash, Maqedonia e Veriut. Bosnia është në vazhdim me ne. Po them fazën finale, po them me çiftet që është pa shumë e short ku do luhet. Luhet në Shqipëri, nëse kalojmë gjithmonë apo në transfer. Dgjoj, po shorti që hidhet pas nesër. Po. E jep dhe për shembull ky çift po, e ndahet dhe finale, kush çift duhet me këtë çift. Ndahet dhe aty. Edhe ku luhet. Po. Hidhet me short, do të thënë ne mësojmë. Hajde drejtor, hajde. Nami. Mësojmë destinacionin e Marsit, Po. Tani nuk e di, ke ndonjë
pishman nga këto, nga kombëtarja në një diçka që të ka mbetur apo ta mbyllim me pjesën e kombëtarëve. E mbyllim. Ta mbyllim mund të them me një foto që do të paraqes drejtori me një këngëtare të famshme shqiptare, Loredana. Po. Që dihet që është prej kohësh është në lidhje me futbollistin e Dortmundit, Karim Adeyemi. Po. Jam bërë lajm sepse janë dënuar nga autoritetet me 450.000 euro gjobë vini për armbajtje pa lej. Cilat autoritete? Mos gaboj gjermane, sepse është lojtari i Dortmundit Adeyemi. Mirë, ky si ka problem kaq lek, po pyetja pyet çdo armën to. Po me urën thash po. Po me urë tha. Po dhe ky me armë. Po. Ai duket si djalë kështu i, fakt po ta shikosh pak, qoftë se qethet pak kështu do, duket si. Dhe këngëtare në fjalë ka pasur probleme më përpara. Është shumë, Po, ka pasur probleme edhe me autoritetet. Po ky në fakt po ta qetësh pak duket kështu si tip rebeli. Do një nuk Shumë si rrugë kështu, gangsta çan. është e sigurt që nuk është çun mami don, kështu që. Po bro, më mbajtje pa lej nuk e di, kem probleme. Çfarë armët, pse di? Lojtari nivelit të tillë Dortmundi dhe Po pse mbyllëm me këtë apo? ishte interesante sepse nuk është se ju kapën në një evazion fiskal apo ishte armë, thonë, është pak e pazakon, nuk po flasim për vitet 95-96. 95-96 po. Ndoli një video Romario 97 po. Po, 97 në Shqipëri, 97 drejtor se. Jashtë kanë qenë vite të tjera. Tani po gjë tjetër, jo, zë. kampionati shqiptar fillon në fundjavë me ndeshjet e radhës. Kështu episodin e Kemi duelet që vazhdon ajo dualiteti i katërt të parave, Vllaznia Dinamo Ignatia dhe Elbasani, ndërkohë edhe Teuta që nga mbrapa me kë duel. Po i shoh se më thënë drejtën jemi fokusuar te kombëtarët. Po. Është për të përmendur dhe Ali, mos harrojmë vini që të dyja ndeshjet me Anglinë i ka luajtur shumë mirë. Sidomos si majti Dinamos. Sidomos në Angli ishte lojtari më i mirë, po dhe parmbrëm shkëlqeu dhe më pëlqeu shumë ajo intervista e tij me vajzën. Me vajzën, shumë e bukur. Tani është java e 12 dhe janë Vora Teuta, Ignatia Tbylis, po. Dinamo Elbasani. Kjo është besoj në Albania. Po. Në Albania. Partizani Vllaznia. Partizan, Dhe kjo është një ndeshje me Spec. 2 ndeshje po dhe Flamurtari Tirana është këtu Tirana. Kjo është lufta për poshtë. Për poshtë. Që mendoj unë do nxjerr një ekip të cili është ai i kuotuar për të shpëtuar them. Nëse njëra u mbet nga këto, besoj që Tirana është do të thënë goditja e nokautit për njëra nga këto. Okej. Unë kështu e shoh. Do flasim për kampionatin episodin e ardhshëm dhe për shortin e. Po, patjetër që dhe për shortin sepse gjithë vëmendja aty është, besoj do jetë të pranishëm presidenti dhe trajneri aty. Patjetër. Kështu që Okej. Hajde. Shumë mirë. Tung.